Si djetë. Aji është dërëgulluar, ka në bjellë flokët, i ka bërë do. E pëse si ka bjellë? Se di unë, ti e di. Jo, e di unë. Pa duke flokët, pëse se di unë si e kishte kaptinën Të ai. pëlqenin ata si qift? Ajo është e madhe, e ka patur burr nga Berati, kushuririn e vjerës time. Zotni. Po mirë më njeriu dashuron më shumë se sa një herë. Po mire, ajo është e lirë edhe të ndrosh burrat. Ndarja së ndonjë gjë. S'është fundi i botës. Jo. Ti do ta kishe ndarë ndonjëherë për shembull? Jo, Vangelin? ishin kohë të tjera. Pse? Jo. Shiko, unë do të thosha këta. Kënaqësia më e madhe e jetës time është se kam 3 fëmijë të mrekullueshëm, të shkolluar, me Që mund t'i mirëqenie. përshëndesim si e kanë emrin. Është Anastas Dollani, Anastasi, Gabiola Dollani dhe Marcela Dollani. Dollani. I kam të Pra edukuar Anastas, të mi, Gladiola dhe Marcela. Marcela. Krenohem me nipin dhe mbesën tim që i kam. Këta këtu. Se ata donin shikonin Shi si qeshin këto gota, nga që ti thua krenohem me nipin dhe mbesën. që 2 fëmijët e Gladit, që sa kanë lindur e deri më sot, i kam mbajtur vetë. Kanë studiuar me të gjyshin, në fillore i kam mësuar. Dakord, jam shumë e bukur, do me thënë ti e ke mbajtur familjen për fëmijët. Po dhe jo, E ke mbajtur për e fëmijët. kam mbajtur. Pse të kishte qenë për ta divorcuar, mund ta kishe ndarë? Po, Kur? ishte kjo kohë Po, në vend. e kishe ndarë, ë? Se është gjë e madhe të ndahesh nga burri. Nuk është puna se do gjesh tjetërve, ato as si kemi ne ato. Po çfarë? Po, do isha ndryshe. Po pse, pse do ishe ndarë? Po do Jep isha. një arsye. Nga pia, asgjë tjetër. Nga që ka Dhe pirë? ka qenë, po të them, studenti shkëlqyer, i shkëlqyer që ka ashtu edhe pedagogët kinezë, e qa kishe pedagogë të tjera kanë lënë mendje. Edhe Ka vinte si kështu, i mullosur. Vetëm se e shtyn të shoku kështu dhe futesh e brenda. Vine brenda e mbush ato drasat e mëdhaja, plot. Ka thënë 3000 emra bimësh, shqip dhe në mënyrë shkencare. 3000. 3000. Ata mbetën i tjetër. Ti ke pirë ndonjëherë? Ja, kur. Pse? S'kam qefën të pi. Kurse tani, po s'është e beshe, E mban, po. tani Si e njohet ti Vangelin? punonin bashkë, Ku? në Sinj. Ku në? Në Sinj. Në Sinj. Ke vajtë ndonjë? Ka qenë çka ka pasur aty shkollë? Shkollë, shkollë, Paftal, Ai Sinj. çfarë ishte? Ai ishte drejtor Paftal. Hajde, do kthemi ne? Ishte drejtor. Po të shtëpia, bro. Po shtëpinë e kemi andene. Po çfarë zonë deri këtu ti, të shkojmë te pamja. Jo, Shohim pamje hajde, këtu. Hajde deri. Po tire, do t'i bjen pasaj do vemi në shtëpi. Po, pra, po. Shumë faleminderit. S'më ka dhënë njeri lule, vetëm fëmijët. Vërtet? I ke patur qef lule? Shumë, po tani s'kam asnjë. Nuk të pëlqejnë më lule? Po s'kam se mi tham dimri, dhjetori mua. Mi tham, dhjetori. Ke dashur që të ta jep të Vangjeli një lule? Po, kam dash. Ja ke thënë ndonjëherë? Se si dinte, thua? Ë. Po i dinte, a ishtë. Mendjen e ka shumë të hollaj. Se ka lexuar shumë. Po që flika që? Para martese, po. Po pas martese? Ja, Nuk të ka tradhuar asnjëherë. kur? Mirë, ka qenë burr simpatik. A pra? Ka qenë simpatik. Po mirë, ai nuk po të tjerat i afroheshin? Pse si afroheshin? Është i nxjeti të tëra, laço. A e Vangjeli ku ta dëgjoj këtë do shkrihet gjanë. Pse? Ama më thua një histori të Vangjelit. Nuk e ke kapur Po, jo. asnjëherë me ndonjë? Jo. Se juan martuar, zbendek. Po më përpara? Është i